Pija numër 1 për të përmirësuar qarkullimin e gjakut. Qarkullimi i mirë i gjakut është thelbësor për shëndetin e përgjithshëm të trupit. Ai siguron oksigjenin dhe nutrientët në çdo qelisë të trupit, ndihmon në eliminimin e toksinave dhe përmirëson funksionet metabolike. Megjithatë, shumë faktorë si dieta e keqe, mungesa e aktivitetit fizik, stresi i lartë dhe pirja e duhanit mund të ndikojnë negativisht në qarkullimin e gjakut. Fatmirësisht, natyra ofron disa zgjidhje të thjeshta dhe efektive. Ndër këto, një pije e veçantë ka fituar titullin e pijes numër 1 për të përmirësuar qarkullimin e gjakut. Çaji i gjelbër me limon dhe xhenxhefil. Kjo pije jo vetëm që është e lehtë për të përgatitur, por gjithashtu kombinon fuqinë e antioksidantëve, përbërësve antiinflamator dhe stimuluesve natyral të qarkullimit të gjakut. Në këtë artikull, ne do të eksplorojmë pse kjo pije është kaq e efektshme, si vepron në trup, dhe do të japim udhëzime të detajuara për përdorimin e saj të përditshëm. Pse qarkullimi i gjakut është kaq i rëndësishëm? Qarkullimi i mirë i gjakut është themeli i shëndetit të trupit. Ai ndihmon në transportimin e oksigjenit, secila qelizë e trupit ka nevojë për oksigjen për të funksionuar. Një qarkullim i dobët i gjakut mund të shkaktojë lodhje, humbje të energjisë dhe dobësi në muskuj. Transportin e nutrienteve, vitamina dhe minerale të ndryshme duhet të arrijnë në inde dhe organe për të ruajtur funksionimin optimal. Eliminimin e mbeturinave dhe toksinave, gjaku ndihmon në heqjen e produkteve të mbeturinave metabolike nga qelizat, duke ruajtur funksionin e mëlçisë dhe veshkave. Rregullimin e temperaturës trupore, një qarkullim i mirë ndihmon trupin të ruajë një temperaturë të qëndrueshme dhe të përballet me ndryshimet ambientale. Shëndetin e zemrës dhe enëve të gjakut, qarkullimi i mirë ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Kur qarkullimi i gjakut është i dobët, mund të shfaqen simptoma të tilla si duar dhe këmbë të ftohta, mpirje, marramendje, lodhje e vazhdueshme dhe edem. Në raste më të rënda, mungesa e qarkullimit të mirë mund të çojë në sëmundje të zemrës, hipertension, ose probleme me venat dhe arteriet. Çaji i gjelbër, një burim i fuqishëm antioksidantësh. Çaji i gjelbër është një nga pijet më të shëndetshme në botë dhe ka fituar popularitet për efektet e tij të shumta shëndetësore. Ai përmban katekina, antioksidant të fuqishëm që luftojnë radikalet e lirë dhe reduktojnë inflamacionin në trup. Polifenol përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut dhe rrisin elasticitetin e tyre, duke ndihmuar në uljen e tensionit të gjakut. L-teanin, një aminoacid që ndihmon në relaksim dhe ul stresin, i cili është një faktor i njohur që dëmton qarkullimin e gjakut. Studimet kanë treguar se konsumimi i rregullt i çajit të gjelbër mund të përmirësojë funksionin endotelial, një proces kyç për ruajtjen e qarkullimit të shëndetshëm të gjakut. Endoteli është shtresa e brendshme e enëve të gjakut dhe ndihmon në kontrollin e presionit të gjakut dhe ndalimin e inflamacionit. Xhenxhefili, një stimulues natyral i qarkullimit. Xhenxhefili ka qenë i njohur për mijëra vjet si një ilaç natyral që ndihmon qarkullimin e gjakut dhe sistemin kardiovaskular. Ai përmban komponime si gingeroli dhe shogaoli, të cilat rrisin rrjedhën e gjakut duke zgjeruar enët e gjakut, reduktojnë inflamacionin dhe ndihmojnë në parandalimin e mpiksjes së gjakut, përmirësojnë metabolizmin dhe funksionin e zemrës. Kombinimi i çajit të gjelbër me xhenxhefil krijon një efekt sinergjik. Çaji i gjelbër forcon antioksidantët dhe funksionin endotelial, ndërsa xhenxhefili stimulon rrjedhën e gjakut dhe përmirëson elasticitetin e enëve. Limon, forcimi i sistemit imunitar dhe përmirësimi i qarkullimit. Limonët janë të pasur me vitaminë C, e cila është thelbësore për prodhimin e kolagjenit, i cili mban enët e gjakut të forta dhe elastike, reduktimin e inflamacionit dhe mbrojtjen e sistemit imunitar, ndihmën në eliminimin e toksinave dhe përmirësimin e tretjes. Sasia e acidit citrik në limon ndihmon gjithashtu në parandalimin e mpiksjes së gjakut dhe mbështet qarkullimin e përgjithshëm. Kur kombinohet me çajin e gjelbër dhe xhenxhefilin, limoni nuk përmirëson vetëm shijen, por rrit efektivitetin e pijeve për qarkullim. Përgatitja e pijes numër 1 për qarkullimin e gjakut. Për të marrë përfitimet maksimale, këtu është receta e thjeshtë. Përbërësit: një filxhan çaj të gjelbër të nxehtë, një lugë çaj xhenxhefil të freskët të grirë ose lugë çaj pluhur xhenxhefili, lëngu i limonit të freskët, një lugë çaj mjalt opsionale për shije. Udhëzimet: zjeni ujin dhe hidhni çajin e gjelbër, duke e lënë të pushojë për 3-5 minuta. Shtoni xhenxhefilin dhe përzjeni mirë. Shtoni lëngun e limonit dhe mjaltin. Pini të ngrohtë, më mirë në mëngjes ose para drekës për efekt maksimal.
Sa shpesh duhet të pihet kjo pije? Një filxhan në ditë është i mjaftueshëm për të filluar përfitimet për qarkullimin. 2 filxhan në ditë mund të përmirësojnë dukshëm funksionin kardiovaskular dhe qarkullimin. Konsumimi i tepërt nuk rekomandohet, pasi xhenxhefili mund të shkaktojë irritim të stomakut te disa persona. Përfitimet afat shkurtra dhe afat gjata. Afat shkurtra ndihmon në ngrohjen e trupit dhe përmirësimin e energjisë. Redukton lodhjen dhe ndihmon për një qarkullim më të shpejtë të gjakut. Përmirëson tretjen dhe ndihmon në largimin e toksinave. Afat gjata përmirëson elasticitetin e enëve të gjakut. Redukton rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Mbështet sistemin imunitar dhe parandalon inflamacionin kronik. Kombinimin e saj me dieta dhe ushtrime për përmirësim maksimal të qarkullimit. Këshilla praktike për njerëzit me probleme të veçanta shëndetësore. Studimet shkencore që mbështesin efektivitetin e çajit të gjelbër, xhenxhefilit dhe limonit. Shkenca ka treguar se kombinimi i përbërësve të kësaj pijeje ka efekte të forta në qarkullimin e gjakut. Disa rezultate të rëndësishme janë: çaji i gjelbër dhe funksioni endotelial. Një studim i botuar në American Journal of Clinical Nutrition tregoi se pjesëmarrësit që pinin çaj të gjelbër rregullisht kishin një përmirësim të dukshëm në funksionin endotelial, që është thelbësor për qarkullimin e shëndetshëm të gjakut. Antioksidantët në çajin e gjelbër ndihmojnë në uljen e oksidimit të kolesterolit LDL, i cili mund të shkaktojë ngushtim të arterieve dhe probleme me qarkullimin. Xhenxhefili dhe zgjerimi i enëve të gjakut. Studime të shumta laboratorike kanë treguar se gingeroli dhe shogaoli në xhenxhefil rrisin rrjedhën e gjakut dhe ndihmojnë në parandalimin e mpiksjes së gjakut. Një studim i vitit 2019 tregoi se pjesëmarrësit që konsumuan suplement xhenxhefili për 12 javë kishin presion më të ulët të gjakut dhe qarkullim më të mirë krahasuar me grupin kontroll. Limon dhe shëndeti i enëve të gjakut. Vitamina C pranishme në limon ndihmon në prodhimin e kolagjenit, duke mbajtur enët e gjakut elastike dhe të forta. Studime kanë treguar se njerëzit që konsumojnë rregullisht vitamina s'kan më pak risk për hipertension dhe probleme me qarkullimin e gjakut. Kombinimi i këtyre përbërësve krijon një efekt sinergjik që përmirëson funksionin e zemrës, zgjeron enët e gjakut dhe ndihmon në eliminimin e inflamacionit kronik. Kombinimi i pijes me dieta të shëndetshme. Për të maksimizuar efektet e kësaj pijeje, është e rëndësishme të ndiqni një dietë të pasur me nutrientë që mbështesin qarkullimin e gjakut. Disa rekomandime: frutat dhe perimet e freskëta. Specat, domatet, spinaqi dhe brokoli janë të pasura me antioksidant dhe vitamina që forcojnë enët e gjakut. Acidet yndyrore omega 3. Salmoni, sardelet, farat e lirit dhe arrat ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe përmirësojnë rrjedhën e gjakut. Uji i mjaftueshëm. Dehidratimi ngushton enët e gjakut dhe e bën qarkullimin më të vështirë. Një konsum i rregullt i ujit përmirëson rrjedhën dhe ndihmon trupin të eliminojë toksinat. Reduktimi i ushqimeve të përpunuara dhe sheqerit. Ushqimet e përpunuara dhe sheqeri i tepërt mund të shkaktojnë inflamacion dhe të ngadalësojnë qarkullimin e gjakut. Kur kjo pije kombinohet me një dietë të shëndetshme, efekti i saj në qarkullimin e gjakut mund të jetë dramatik dhe i qëndrueshëm. Ushtrimet fizike dhe qarkullimi i gjakut. Aktiviteti fizik është një tjetër faktor kyç që përmirëson qarkullimin e gjakut. Disa lloje ushtrimesh të rekomanduara. Ushtrimet kardio. Vrapimi, ecja e shpejtë, noti ose ciklizmi rrisin rrahjet e zemrës dhe përmirësojnë rrjedhën e gjakut në të gjithë trupin. Stërvitje për forcën e muskujve. Ushtrimet me pesha ose rezistencë ndihmojnë në pompimin e gjakut dhe forcojnë zemrën dhe enët e gjakut. Ushtrimet për fleksibilitetin dhe qarkullimin. Yoga, pilates dhe stërvitjet e shtrirjes ndihmojnë në zgjatjen e enëve të gjakut dhe përmirësojnë rrjedhën e gjakut, veçanërisht në këmbë dhe duar. Kombinimi i rregullt i pijes me ushtrime fizike mund të krijojë një efekt të fuqishëm për qarkullim të shëndetshëm, energji më të madhe dhe mirëqenie të përgjithshme. Këshilla praktike për përdorim të sigurt. Ndërsa kjo pije është natyrale dhe e shëndetshme, disa këshilla janë të rëndësishme. Konsultimi me mjekun. Nëse keni presion të ulët, probleme me mpiksjen e gjakut ose përdorni medikamente për zemrën, konsultohuni me mjekun përpara se ta konsumoni rregullisht. Përdorimi i moderuar i xhenxhefilit. Sasia e tepërt mund të shkaktojë refluks ose irritim të stomakut. Një lugë çaji në ditë është e mjaftueshme. Nuk zëvendëson trajtimet mjekësore. Kjo pije nuk duhet të përdoret si zëvendësim i trajtimeve mjekësore,
por si suplement natyral për mirëqenie dhe qarkullim të gjakut. Përgatitja e freskët. Përfitimet maksimale arrihen kur pija përgatitet e freskët, pa sheqer të shtuar ose aditiva artificial. Përfundim i pjesës 2. Pija e përbërë nga çaji i gjelbër, xhenxhefili dhe limoni është një nga mënyrat më të efektshme dhe natyrale për të përmirësuar qarkullimin e gjakut. Kur kombinohet me një dietë të shëndetshme dhe aktivitet fizik të rregullt, ajo mund të sjellë përfitime të dukshme për energjinë, shëndetin e zemrës dhe mirëqenien e përgjithshme. Receta të avancuara dhe variacione për shije dhe përfitime maksimale. Përvoja reale dhe dëshmi nga njerëz që e përdorin këtë pije çdo ditë. Strategjitë për ta integruar këtë pije në rutinën e përditshme në mënyrë të qëndrueshme. Variacione të recetës për shije dhe përfitime maksimale. Ndërsa receta bazë e çajit të gjelbër me xhenxhefil dhe limon është shumë efektive, mund të eksperimentoni me disa variacione për të rritur efektin ose për të përshtatur shijen sipas preferencës. Me mente të freskët. Shtoni disa gjethe menteje të freskët në çaj. Menta ndihmon në relaksimin e enëve të gjakut dhe përmirëson shijen, duke e bërë pijen më freskuese. Me hudhër të grimcuar. Hudhra është një tjetër përbërës natyral që ndihmon në qarkullim dhe parandalon piksjen e gjakut. Shtoni 1 ose 2 feta hudhre të freskët gjatë zierjes së çajit. Me kënë. Kanella përmirëson metabolizmin dhe ndihmon në stabilizimin e sheqerit në gjak, duke mbështetur qarkullimin e shëndetshëm. Një copë kanellë gjatë zierjes mund të shtojë shije dhe përfitime. Me mjalt natyral. Mjalti jo vetëm që përmirëson shijen, por ka gjithashtu vetitë anti-inflamatore dhe antibakteriale. Shtoni mjalt të pastër pas ftohjes së çajit paksa për të ruajtur vetitë e tij. Smoothie me të njëjtët përbërës. Për një alternativë të ftohtë dhe të lehtë për verë, përzieni çaj të ftohtë, limon, xhenxhefil, disa copa frutash si mango ose portokall, dhe pak ujë ose kos grek për një smoothie të pasur me antioksidant. Këto variacione mund të bëjnë që pija të jetë e këndshme dhe lehtësisht e qëndrueshme në përdorim të përditshëm. Përvoja reale nga njerëzit që e përdorin rregullisht. Shumë njerëz që e kanë integruar këtë pije në rutinën e tyre raportojnë përfitime të dukshme, përfshirë rritje e energjisë dhe fokusit. Përdoruesit raportojnë se ndihen më të energjizuar pas 1-2 javësh konsum të rregullt, duke përmirësuar edhe përqendrimin gjatë ditës. Reduktimi lodhjes dhe mpirjes së duarve dhe këmbëve. Për ata që vuajnë nga qarkullimi i dobët në ekstremitete, efekti i xhenxhefilit dhe çajit të gjelbër është dukshëm i ndjeshëm brenda disa javësh. Përmirësimi i tretjes dhe largimi i toksinave. Limon dhe xhenxhefil ndihmojnë në tretjen e ushqimeve dhe stimulimin e metabolizmit, duke kontribuar në eliminimin më të mirë të mbeturinave nga trupi. Mbështetje për shëndetin kardiovaskular. Konsumuesit e rregullt kanë raportuar ulje të presionit të gjakut dhe ndjesi më të mirë të shëndetit të përgjithshëm të zemrës. Këto dëshmi, edhe pse individuale, përputhen me studime shkencore dhe tregojnë se efekti i kësaj pijeje është real dhe i matshëm. Strategjitë për integrim në rutinën e përditshme. Për të marrë maksimumin e përfitimeve, mund të ndiqni këto këshilla praktike. Pini në mëngjes. Një filxhan në mëngjes pas mëngjesit ose para tij mund të stimulojë metabolizmin dhe të përmirësojë qarkullimin gjatë gjithë ditës. Para aktivitetit fizik. Pija mund të shërbejë si stimulues natyral për ushtrime, duke ndihmuar në rrjedhën më të mirë të gjakut dhe oksigjenimin e muskujve. Kombinimi me ushqime të pasura me antioksidant. Konsumoni pije me fruta dhe perimet e freskëta për të rritur efektin anti-inflamator dhe të mbështesni shëndetin e përgjithshëm të zemrës dhe enëve të gjakut. Përdorimi i vazhdueshëm. Efektet e qarkullimit të gjakut janë më të dukshme kur pija konsumohet rregullisht, jo vetëm rastësisht. Një rutinë ditore është çelësi për rezultate afatgjata. Përshtatja me shijen personale. Eksperimentoni me variacionet e përmendura, mente, kanellë, hudhër për të gjetur kombinimin që ju pëlqen më shumë dhe që mund ta përdorni çdo ditë pa u lodhur. Përfundimi i pjesës 3 dhe artikullit të plot. Pija e përbërë nga çaji i gjelbër, xhenxhefili dhe limoni është një nga mjetet më të fuqishme natyrale për të përmirësuar qarkullimin e gjakut. Kur kombinohet me dietë të shëndetshme dhe të pasur me antioksidantë, aktivitet fizik të rregullt, përdorim të moderuar dhe të qëndrueshëm, ajo mund të sjellë përfitime të dukshme në energjinë, shëndetin e zemrës, tretjen dhe mirëqenien e përgjithshme. Ky artikull, i ndarë në 3 pjesë, ofron një gujë të plot për çdo që dëshiron të përmirësojë qarkullimin e gjakut në mënyrë natyrale,
duke përdorur një pije të thjeshtë dhe efektive që mund të përgatitet çdo ditë në shtëpi. Këshilla finale. Filloni me një filxhan në ditë, vëreni ndryshimet gradualisht dhe eksperimentoni me variacionet e recetës për një eksperiencë më të këndshme dhe efektive. Qarkullimi i mirë i gjakut është themeli i shëndetit, dhe kjo pije natyrale mund të jetë aleati juaj më i besueshëm për të arritur atë.